Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një tryez diskutimi foli këtë të premte për portin e Durrësit, si dhe integrimin në BE. Berisha deklaroi se kushtet për integrimin në BE janë rritur dhe kryeministri Edi Rama po e largon dhe më tepër Shqipërinë nga antarësimi nëpërmjet korrupsionit. Pra, në këtë aferë, cila është vetëm në hapat e parë të kundërmimit ndërkombëtar, por që kundërmimi i saj do vazhdoj në të gjitha nivelet. Ju e dini se ka mbi një muaj që në Bruksel përfaqësuesit e gjitha vendeve anëtare kanë bërë gjerdje 5 takime dhe prapë Shqipëria mbetet në klas për shkak të vjedhjeve të Edi Ramës me Lubi Ballukun. Pra, dhe vërteta është që Shqipëria po ndëshkohet pavarësisht nga mashtrimet e tij, por një breshëri kushtesh të reja vendosen dhe de facto pas proceseve të mundshme të antarësimit të Islandës dhe Norvegjisë, Shqipëria largohet me Edi Ramën me shpejtësi nga mrapa nga horizonti. Dhe ky mendon se çdo gjë do ta kaloj me mashtrimet e tij. Sipas Berishës, Rama nuk takohet me qytetarët, por me patronazhistët dhe këta të fundit, sipas kryedemokratit, do të japin përgjigje përpara drejtësisë, njëjtë si kreu i qeverisë.